Akademia Politike nisi sot leksionet e para në ambientet e selisë së Partisë Socialiste për 39 deputetët e rinj të zgjedhur në zgjedhjet e 11 majit. Kryeministri Edi Rama hapi ditën e djeshme para festës për 34 vjetorin e krijimit të partisë, punimet e akademisë në ambientet e kod në kryeministri me deputetët. Tani duhet që me tjetë seriozitet ta meritoni çdo ditë këtë gjë, se kjo nuk është diçka që meritohet një herë. Nuk mjafton. Kjo është çdo ditë. Nuk është si ato dekoratat që e merite vrapë dhe ke për gjithmonë. Kjo është çdo ditë duhet të jesh i vlefshëm, për çdo ditë duhet të jesh i nevojshëm. Dhe i dobishëm. Deputetja e qarkut të Fierit, Zegjine Çaushi, kur po hynte në seli, u pyet nga gazetarët në lidhje me ndjesitë e saj për Akademinë Politike. Ajo u shpreh se është një trajnim dhe jo një shkollë, dhe të gjithë lektorët, duke filluar nga kryeministri dhe deri tek më i fundit, do të japin leksione politike për deputetët e rinj. Të gjithë janë shumë apo mos ka filluar. Që kryeministri ishte deri tek i fundit. Pas saj në Akademinë bërriti deputeti Fatmir Xhafaj, që sot ishte lektori i parë që ju dha leksione 90 minutëshe deputetëve të rinj për rolin e deputetit dhe etikën e përfaqësimit. Pas Xhafajt, vazhdoi Niko Peleshi me temën roli kryetarit të grupit parlamentar dhe lektori i tretë për sot është Erion Braçe.